Miq, përshëndetje, mirë se vini në Telerevistën Sportive me mua Kevin Rapaj. Sot, ashtu si çdo ditë, do të njihemi bashkë me zhvillimet e fundit nga bota e sportit. Nisim me lajmin e parë për sot. Të mërkurën do të luajnë ndeshjet e kthimit të fazës çerek finale të Kupës së Shqipërisë. Sfidat do të luajnë në orën 16:30 dhe 19:30 dhe do transmetohen drejt për drejt në rrjetin e RTS. Tet skuadra mbeten në garë për të vijuar ëndrrën drejt trofeut të Kupës së Shqipërisë, në atë që konsiderohet edhe rruga më e shkurtër drejt Europës. Të favorizuara këtë herë janë skuadrat vendase, të cilat do të luajnë në shtëpi shanset e kualifikimit. Kështu, të mërkurën në orën 16:30, Partizani do të pres në arenën e Demave Elbasanin, të kujt vinë me avantazhin 1-0 të ndeshjes së parë dhe sfida do të transmetohet në RTS Sport. Në të njëjtën orë në RTS 2, teleshikuesit do të kenë mundësi të ndjekin drejt për drejt sfidën tjetër mes Vllaznisë e Bylis, me kuqe blut favorit pas fitores 1-0 të ndeshjes së parë. Në orën 19:30 në Air Albania do të përballen Dinamo dhe Tirana. Blut janë të avantazhuar pas suksesit 2-0 në takimin e parë, ndërsa ndeshja do të transmetohet në RTS Sport. Në të njëjtën orë do të luhet në Arena Egnatia përballja mes Vendasve dhe Teutës. Rogozhinasit kanë detyrën të menaxhojnë fitoren 2-1 të ndeshjes së parë, ndërsa sfida do të transmetohet në RTS 2. Mbrëmjesa e mërkurës premton emocione dhe verdikte të rëndësishme për fatin e Kupës së Shqipërisë. 4 nga 8 skuadrat më të mira të Kupës së Shqipërisë do të vazhdojnë rrugtimin e tyre drejt trofeut, me të gjitha skuadrat pritëse të avantazhuara, duke qenë se kanë arritur fitore në ndeshjet e para. Elbasani do të përpiqet të përmbys Partizanin, ndërsa duket shumë e thjeshtë për Dinamon, Egnatian dhe Vllaznin të mbrojnë kualifikimin. Tet skuadra përballen në 90 minutat ose më shumë të kthimit të çerek finaleve për të nxjerrë 4 skuadrat që do të vazhdojnë rrugtimin drejt një trofeu që në fakt vlen edhe një prezencë në Europë që 4 të avantazhuarat të sfidave të para e kërkojnë me ngulm për të mos patur asnjë problem në fund të sezonit të rregullt, duke qenë se pikërisht Dinamo, Vllaznia, Egnatia e Partizani kanë shqetësimin e Elbasanit në Final Four. Gvozdenovic duhet të përmbys 1-0 mes polemikash në Elbasan, por ta bësh këtë me një Partizan që ka fituar 5 në 6 ndeshjet e fundit, duket një mision i vështirë. Pasi mposhti edhe Egnatian duke i lejuar vetes zëvendësimin e disa titullarëve të rëndësishëm për të kursyer forcat në përballjen e re me verdeblut, Kërnaja do të shkojë me entuziazmin në maj që mund t'i jap kualifikimi për derbin me Dinamon që mbyll fazën e tretë kampionatit. Edhe Egnatia Vllaznia ka një avantazh minimal për të administruar, por detyra e tyre është më thjesht duke qenë se luajnë ndaj Teutës e Bylis, që duhet kërkojnë përmbysje në stadiumet armike. Humbja me të kuqt e ka bërë Tetovën të shkund skuadrën dhe në kupë, tekniku pret reagimin e lojtarëve që për më tepër ka një 2-1 për të mbrojtur. Vllaznia e ka kuptuar se është viti i dur dhe shpreson të marrë maksimumin në të dy frontet. Pavarësisht humbjes në Ballz 2 javë më parë, për Martinin Bylis nuk duhet të përfaqësojë një pengesë qetësuese, jo me ndeshjen të filluar me 1-0. Shansi i fundit europian për Bylis, Teutën e sigurisht Tiranën që ka dhe rezultatin më të rëndë për të kthyer. Bardheblut pasi kanë humbur 2-0 në derbin me Dinamon, kanë të lashe më të thella për të administruar dhe shej fillimisht duhet të gjejë stabilitetin në një skuadër që ka pësuar 40 gola në kampionat, një rekord absurd për klubin më të titulluar në vend. Ditën e mërkurë në orën 16:30 Vllaznia do të pres Bylisin për çerek finalen e Kupës së Shqipërisë. Ekipi shkodran vjen me avantazhin e fitores 0-1 në transfert, një rezultat që vendos ekipin e Edi Martinit në pozita të favorshme. Ndërkohë në krahun tjetër Bylis do të tentojë të bëjë surprizën e madhe. Vllaznia e Bylis do të përballen këtë të mërkurë në orën 16:30 në stadiumin Loro Borici për takimin e dytë të çerek finaleve të Kupës së Shqipërisë. Shkodranët rikthehen në shtëpi me avantazhin e fitores 0-1 në transfert, një rezultat që vendos shkodranët në pozita të favorshme për të siguruar biletën për në gjysmëfinale. Megjithatë, në kampin kuqeblu mbizotron një përqendrim maksimal dhe askush nuk e konsideron të mbyllur çështjen e kualifikimit. Trajneri Edi Martini pritet të bëjë disa lëvizje në formacion, duke parë kalendarin e ngjeshur mes kampionatit dhe kupës, por pa rrezikuar ekuilibrat e skuadrës. Vllaznia vion të konfirmohet si një nga skuadrat më konstante në këtë kompeticion në vitet e fundit, duke arritur të paktën në gjysmëfinale në 5 sezonet e fundit. Tradita dhe eksperienca në ndeshje të tilla bete një armë fort për 9 herë fituesit e trofeut që synojnë të shkojnë sërish deri në fund.
Nga ana tjetër, Pylis udhëton drejt Shkodrës me objektivin për të përmbysur disa avantazhe minimal. Ballçotët kanë treguar se dinë të jenë konkurrues në transfert dhe do të tentojnë të shfrytëzojnë çdo mundësi për të surprizuar. Për ekipin mik, një gol do të rihapte plotësisht çështjen e kualifikimit, ndaj pritet një qasje e guximshme, por njëkohësisht e kujdesshme në aspektin mbrojtës. Sfida e së mërkurës pritet të dhurojë emocione me Vllaznin që kërkon të administrojë avantazhin dhe Pylisin që synon përmbysjen në një duel ku çdo detaj mund të bëjë diferencën. Në përballje direkte në kupë, dy skuadrat janë përballur 5 herë, nga të cilat 3 fitore kanë shkuar për Vllaznin dhe 2 takime kanë përfunduar në barazi. Specialisti i futbollit Matko Xhermati, i ftuar në emisionin rubrika sportive në RTS, ka folur për vështirësitë kur drejton në Shkodër me ekipin e Vllaznisë dhe sa e komplikuar është të jesh në poste drejtuese në këtë qytet. E ndjekim. Vllaznia mban fronin e kampionatit për momentin, teksa në Shkodër jetojnë me futbollin, thonë, dhe këtë konfirmon edhe specialisti i futbollit Matko Xhermati, që dikur ka mbajtur rolin e ish-drejtorit sportiv në këtë klub. I ftuar në rubrikën sportive në RTS është kthyer pas në kohë duke treguar emocionet dhe vështirësitë e të punuarit në Shkodër, por edhe të qenë trajner, ja se çfarë thot Xhermati. Do jesh një trajner në Shkodër, është një nga punat më të vështirë në Shqipëri. Edhe do jesh shkodran. Pse? Pas Ambienti. Kam ndjen vetë, unë isha 2 vjet atje, një presion pa parë, një presion. Ti shkosh në një dyqan, blesh një buk edhe filon zonja që shes buk, diskutoj me ty për futboll. Këto njerëzit atje, kush nuk ka provu, nuk kupton dot çfarë. Palete berberi që duhet rish më gjatë pastaj. Patjetër, to është. Berberi ka dhe rreziqe tjera. Berberat kanë edhe licencën për trajner. Dinamo dhe Tirana do të ndeshen të mërkurën në takimin e dytë çerkfinal të Kupës së Shqipërisë. Fitoria e bluve 2-0 në ndeshjen e parë dhe pozitat e dy skuadrave në kampionat mund ta bëjnë prioritet kursimin e energjive për ndeshjet e fundjavës në Abisnet Superiore. Ju përshëndes ju miqtë të futbollit me këto parë. Dinamo do të ndeshje të mërkurën me Tiranën në takimin e dytë çerkfinal të Kupës së Shqipërisë. Blut kanë fituar 2-0 në ndeshjen e parë dhe janë me një këmbë në gjysmëfinale. Aq më tepër që pozitat e Tiranës në kampionat mund ta bëjnë skuadrën bardhë blut fokusohet te mbijetesa, në vend që të harxojë energji për ta përmbysur rezultatin. Suksesi në ndeshjen e parë i ofron edhe skuadrës së Ilir Dajës të jetë më e relaksuar për administrim rezultati dhe për të rritur forcat për derbin tjetër shumë të rëndësishëm në fundjavë kundër Partizanit. Me të kuq, Dinamo është në kuotë të barabartë në kampionat dhe i duhet të mbrojë vendin e 4, për të cilin tashmë nuk ka garanci pas serisë së gjatë pa fitore, që u thye vetëm të shunën e kaluar kundër Vorës. Nga ana tjetër, Kupa mund të jetë objektivi më realist tashmë për të ndjekur nga Blut, për shkak të shkëputjes së madhe në kampionat nga Vllaznia, edhe pse në fund lufta brenda katërshes do të vazhdojë me pikë të përgjysmora. Pavarësisht strategjisë që do të ndjekë në ndeshje, Daja ka pothuajse të gjithë grupin e lojtarëve në dispozicion. Është e ditur mungesa e mbrojtësit Bekim Aliqi, i cili e ka mbyllur sezonin për shkak dëmtimi, ndërkohë që në dyshim është prania e sulmuesit Bernard Berisha. Ai u la jashtë skuadrës për ndeshjen me Vorën, por të hënën është bashkuar në shërbim me grupin dhe mund të përfshihet për takimin me Tiranën. Java e 26 e Abisnet Superiore ka prodhuar statistika interesante me Vllaznin që spikat për volumin sulmues, ndërsa Egnatia për saktësi në pasime. Ndjekim kronikën. Java 26 e Abisnet Superiore konfirmoi edhe një herë se shifrat klasin qartë performën dhe prirjet e skuadrave në këtë fazë të kampionatit. Futbollistët e Vllaznisë regjistruan numrin më të madh të goditjeve në këtë javë. Në klasiken e fituar përballë Tiranës, ku qerblut bombarduan portën e Bekajt me 16 tentativa duke udhëhequr renditjen. Pas tyre vi lojtarët e Dinamos me 15 goditje, ndërsa në fund renditen Partizani, Flamurtari dhe Tirana. Shkodranët ishin të parat edhe për goditjet në kuadrat. Plot 8 gjuajtje përfundua në port duke vënë në provë portierin e Tiranës. Pas tyre renditjet Teuta me 5 të tilla, ndërsa skuadra që goditi më pak ishte Flamurtari me vetëm një tentativë në kuadrat. Një tjetër edhe interesante lidhet me goditjet nga distanca. Futbollistët e Dinamos provuan më së shumti të shënojnë me gjuajtje nga jashtzone, plot 12 herë. Pas tyre vin lojtarët e Teutës me 7 tentativa, ndërsa më pak provuan futbollistët e Tiranës vetëm një herë. Statistika e fundit ka të bëjë me saktësinë e pasimeve. Lojtarët e Ignatias kryesojnë me 412 pasime të sakta, por që nuk rezultuan mjaftueshëm për të shmangur humbjen. Në fund të renditjes për këtë tregues pozicionohet Vora me 170 pasime të sakta. Këto
Këto ishin shifrat më domethënëse të javës së 26, një pasqyrë që tregon qartë tendencat e skuadrave në Abisnet Superiore. Java e 24 konfirmoi vrulin e ekipeve kryesuese të cilat kanë dominuar dhe formacionin e më të mirëve në kategorinë e parë. Në modulin 4-2-3-1, trajneri i Javës është përzgjedhur tekniku i Pogradecit Emiliano Çela. Sezoni 2025-2026 rezulton të jetë emocionues në kategorinë e parë, teksa rivaliteti dhe gara e ecme reklamohet në çdo sfidë pavarësisht shemrave që zbresin në fushën e lojës. Java e 24 konfirmoi momentin pozitiv të skuadrave që kanë udhëhequr klasifikimin, duke bërë që trajnerët e ekipeve kombëtare pranë Federatës Shqiptare të Futbollit të përzgjedhin informacionin më të mirë bazuar në paraqitjet individuale dhe ndikimin e futbollistëve në rezultatet e skuadrave ku ata militojnë. Me rishtimin 4-2-3-1, kuadrati i Portës që është besuar Ilir Dobiani që u tregua perfekt në suksesin e pastër që Skënderbeu siguroi ndaj luftëtarit në Gjirokastër. Në repartin e mbrojtjes janë vendosur 4 futbollistë: Vangel Zguroi i Pogradecit, Nureddin Abdullahi i Besës, Ernest Lamellari, Kuksida Galmiaki i Laçit. Në mesfush dysha përpara mbrojtjes përbëhet nga Redon Dana i Besës që me Eurogolin e tij mundësoi 3 pika vajazve dhe Mateo Shana i Pogradecit. Treshja ofensive përbëhet nga Rigel Tepsi Kurabit, Muhamet Fofana i Liris dhe Aldi Gjumsi që ja donin të gjejnë rrugën e rrjetës duke i mundësuar ekipeve respektive pikë të vyera në rrugtimin drejt arritjes së objektiveve sezonal. Maja e sulmit udhëhiqet nga Joel Dokorej i Laçit që realizoi 2 gole në fitoren e thellë që Kolbinasi siguruan ndaj Lushës në Roza Xhiu. Trajneri më i mirë i javës së 24 në kategorinë e parë është përzgjedhur Emiliano Çela i Pogradecit pas suksesit të rëndësishëm në transfer ndaj Apollonisë. Luftëtari Skënderbeu dhe Besa Burreli ishin 2 takimet që u transmetuan drejt për drejt në RTS. Ernest Gjoka, Bledar Devolli dhe Gugash Magani folën për emisionin Supergol duke dhënë mesazhe të qarta. Kategoria e parë zhvilloi në fundjavë javën e 24 në një javë e cila ishte e gjitha në shenjën e të mëdhave. Skënderbeu fitoi në transfer ndaj luftëtarit me rezultatin 0-3. Për emisionin Supergol në RTS folën 2 trajnerët. Fillimisht Ernest Gjoka u shpreh i kënaqur për fitoren dhe seriozitetin e treguar nga skuadra dhe nënvizoi se fitoret e rivalëve direkt si Laçi dhe Skënderbeu i bëjnë mirë lojtarëve. Ne kemi 8 muaj që jemi vend parë. Mendoj që na kanë bërë mirë sepse na marrin gjithkohë zgjuar. Ky është një kampionat që edhe ato që fitojnë janë të lumtur, por edhe ato që humbin ndonjëherë janë shumë të lumtur. Kështu që kjo na bën vigjilent edhe të jemi të kujdesshëm. Në krahun tjetër, trajneri luftëtar Bledar Devolli shpreu keqardhjen për humbjen, duke theksuar se në këtë fazë të kampionatit çdo pikë vlen shumë për objektivin e skuadrës, duke deklaruar më pas se diferenca me Skënderbeun është e dukshme. Ndjem keqardhje se tani në këtë fazë që është kampionati çdo pikë që marrim është flori për ne. Megjithatë deri te goli i dytë i Skënderbeut jam i kënaqur nga ekipi. Mos harrojmë që jemi një ekip pothuajse i ri. Kemi kundërshtar Skënderbeun. Tani që kemi me rivalët tanë direkt, duhet të ulim kokën dhe kjo humbjet na kthehet në mësim apo na kthehet në forcë. Kështu që vazhdojmë përpara. Në takimin Besa Burreli, ekipi Kavajës fitoi fal një goli të shënuar nga Redon Danaj. Gugash Magani vendosi theksin te gjendja e fushës dhe shtoi se Besa nuk e meriton të ndodhet në pozitat aktuale në renditje dhe se puna do të vazhdojë për ta rikthyer skuadrën aty ku i takon. U zhvilloi një ndeshje në një fushë jo shumë të cilësore, edhe ajo edhe reflekton për keq për një skuadër që duhet ndërtojë. Do mundohemi që të fusim atë mentalitetin që ka kjo skuadër për panellin që ka, që mbar sepse nuk e meriton që të jetë në këtë pozitë. Lufta që ka përfshirë Iranin ka sjellë pezullimin e aktiviteteve sportive, përfshi edhe kampionatin elitar të futbollit. Pjesë e kësaj gare janë futbollistët shqiptar Yasir Hasani dhe Regil Lushkja, të cilët për arsye sigurie janë larguar nga Irani. Lufta që ka përfshirë Iranin ka bërë që shumë aktivitetet të ndalohen në vendin islamik, ndërto janë edhe aktivitetet sportive, ku nuk bën përjashtim as futbolli. Një kampionat që ishte në 1/3 e fundit të tij është pezulluar. Skuadrat e Esteghalit, Traktor Sasit dhe Sepahanit
Janë 3 ekipet që dukeshin në garë për titullin kampion. Me 2 skuadrat e para aktivizohen edhe 2 futbollistët shqiptar. Yasir Hasani është pjesë e kryesuesve të Estegalit, ndërsa Regi Lushja luan në radhët e Traktor Sazi. Të 2 futbollistët po zhvillonin një sezon shumë të mirë, duke qenë në garë për titull. Hasani është autori i 7 golave dhe 1 asisti. Sulmuesi kombëtarës është gjithashtu në garë për këpucën e ardhmë, ndërsa Lushja ka arritur të gjejë 3 herë rrugën e rrjetës. Të 2 lojtarët janë larguar me rrugë toksore nga territori i Iranit për arsye sigurie dhe ndodhen në një vend tjetër. Të kontaktuar nga RTS Sport, ata nuk kanë pasur mundësi të përgatitur për situatën në të cilën ndodhen, pasi e kanë të ndaluar nga klubet përkatëse. Shumë futbollistë të huaj që luajnë në Persian Gulf Pro League janë larguar në pritje të përfundimit të kësaj situate dhe të një njoftimi nga klubet e tyre për vazhdimsinë e kampionatit. Konflikti në lindjen e mesme ka prekur tashmë edhe sportin, pikërisht në Euroleague, ku gjenden 2 skuadra nga Izraeli dhe 1 nga Dubai. Këtë javë anullohen 3 ndeshje dhe pritet të mësohet si do të vijojë kampionati për këto skuadra që e kanë të vështirë të udhtojnë dhe të presin ekipet e tjera në shtëpinë e tyre. Konflikti në lindjen e mesme dhe në gjirin persik ka përfshirë edhe sportin e në veçanti Euroligën e basketbollit, duke qenë se në këtë sezon Euroliga e kishte shtrirë hartën duke ftuar Dubain, Hapoel Tel Aviv u kualifikua si kampion Eurocup dhe Maccabi Tel Aviv si skuadër e përhershme në këtë kompeticion. Për shkak të licencës 10 vjeçare nga liga, tashmë vijimi i kampionatit do të futet në një spirale me shumë të panjohura. Konflikti më parshëm bëri që Hapoel Tel Aviv të luante në Sofje të Bullgarisë dhe Maccabi Tel Avivit prej 3 vjetësh i zhvillonte ndeshjet në Beograd të Serbisë. Në dhjetor, këto skuadra fituan të drejtën për të luajtur në Tel Aviv për shkak të armpushimit të përkohshëm, por me skuadra turke sërish nuk jepej siguri dhe gjithashtu dhe me skuadra spanjolle. Me atë çka ndodhi këtë fundjavë, këtë javë që bërkon me raundin e 30 në Euroleague, u shtyn 3 ndeshje: Hapoel Tel Aviv Paris, Maccabi Tel Aviv Hapoel Tel Aviv dhe Partizan Beograd Dubai. 2 skuadrat izraelite pritet të rikthehen ndeshjeve në Bullgari dhe Serbi, ndërsa për Dubain ende nuk ka asnjë njoftim. Gjatë këtyre ditëve janë bllokuar në Dubai skuadra e Fenerbahçes për shkak të ndeshjes së javës së kaluar dhe Partizani Beogradit që ishte në fundjavë në Dubai, pasi skuadra e Dubait luan dhe në Adriatic League, kampionati i Jugosllavisë, ku përveç skuadrave kroate, serbe, bosnjake dhe tjerë, marrin pjesë këtë vit edhe Cluj nga Rumania, Vjena nga Austria dhe Dubai. Në vijim të konfliktit do të mësohet çfarë masash do të merren për zhvillimin e ndeshjeve, ku përfshihen këto 3 skuadra, të cilat edhe patën kontestime nga klubet europiane. U përfshin sidomos Dubai, pasi mendoi se do të rriteshin përfitimet ekonomike me një perspektivë për të patur dhe një skuadër nga Abu Dhabi. Në këtë pikë, shumë tifozë kanë shprehur idenë se edhe skuadrat ruse duhet i kthehen Euroligës pas një shkëputje prej 4 vjetësh për shkak të konfliktit në Ukrainë. Kombëtarja e Shqipërisë në basketbol për meshkuj u mund nga Slovakia në ndeshjen e luajtur në Shkodër 94-68 për Kuqezin të shtu humbja e tretë në po kaq ndeshje për kualifikueset e Eurobasket 2027. Kombëtarja e basketbollit për meshkuj u mund 68 me 94 nga Slovakia në Shkodër për kualifikueset e fazës së parë të Eurobasket 2027. Është humbja e tretë në 3 ndeshje, pas humbjes së ndeshjen e parë me Slovakinë dhe me Kosovën. Shkalë Shqipëri në vendin e fundit në grupin C. Slovakia nisi me njëherë një ndeshje në Shkodër dhe shkoi deri në 10 pikë përpara. Pas largimit të pesës titulare, Kuqezinjtë arritën të shkurtojnë diferencën dhe mbyllën periudhën e parë 15-17 në favor të miqve. Me rikthimin e titularëve, Slovakia dominoi sërish në periudhën e dytë, duke shkuar 10 pikë përpara. Më pas Kuqezinjtë ngushtuan diferencën në 6 për 2 faule teknikë dhe gjuetjet e lira të realizuar nga slovakët, e arritën edhe një herë diferencën dhe miqtë fituan periudhën 30-20, duke mbyllur pjesën e parë të lojës 35-47. Perioda e tretë foli për Shqipërinë, që fitoi atë 22-17, duke mundësuar ngushtimin e rezultatit të lojës në 57-64, vetëm 7 pikë diferencë. Pas disa iluzioneve në periudhën e katërt, kur diferenca u ul deri në 6 pikë, Slovakia u shkëput furishëm fal gjuetjeve për 3 pikë dhe fitoi këtë fraksion loje 30-11 dhe gjithë ndeshjen 94-68. Ndeshja e ardhme e Kuqezimit do të jetë në korrik kundër Kosovës. Në ndeshjen e zhvilluar mbrëm në Shkodër mes Shqipërisë dhe Slovakisë në basketbol për meshkuj, trajnerët do binin dakord në deklaratat e tyre që rezultati nuk ishte shumë i vërtet në fund, teksa diferenca 5 minuta nga fundi ishte vetëm 6 pikë. Dhe kështu po mbyllet
60-94. Shqipëria mori një humbje ndaj Slovakisë në basketbol për meshkuj, e cila parashikohej për shkak të 4 mungesave dhe veçanërisht 2 prej tyre në formacionin e parë. Trajneri i ri në drejtimin e kuqezimve Richie Gonzalez nuk e përdori si alibi pjesën e mungesave, por e përmendi në analizën e tij pas ndeshjes. Slovakia na vuri në vështirësi me lojtarin e tyre më të mirë, De Julius, i cili shënoi 26 pikë, ndërkohë që ne kishim 4 mungesa si dhe nuk kemi një organizator të mirëfillt. Ndaj dhe patëm shumë gabime në sulm. Ishim nervoz dhe morëm 4 faula teknik, diçka e rrallë për një ndeshje basketbolli. Nuk kishim senatorët si Lekndreja dhe Hamati, por kjo nuk është arsye pse humbëm. Edhe gjyqtarët bën gabime, përsërish nuk është kjo alibia jonë për humbjen. Aktivizuam 3 djemë të rinj që janë potencial për të ardhmen, ashtu si grupi tjetër që nuk janë më shumë se 25 vjeç. Prandaj e shoh perspektivën pozitive. Ndërkohë që trajneri i Slovakisë, Oliver Vidin, do të deklaronte se rezultati përfundimtar nuk ishte i vërtetë. Rezultati në fundin e ndeshjes nuk është i vërtetë. Shqipëria luajti shumë mirë dhe në periudhën e 4 diferenca ishte vetëm me 6 pikë. E di që kishin mungesa, por edhe ne kishim, si dhe vinim të lodhur nga ndeshja me Kosovën 3 ditën parë. Të fitosh në Kosovë nuk është e lehtë. Tani jemi në krye të grupit pas një humbje dhe shpresoj që pas fazës tjetër të mundim të kualifikohemi në Evropian. Real Madrid ka bërë një tjetër hap fals dhe është mposhtur nga Getafe me rezultatin 0-1, duke i dhënë kështu asis titulli Barcelonës. Tekniku Arbeloa gjithsesi e ka mbrojtur skuadrën e tij. Ndjekim kronikën. Real Madrid zhgënjej sërish. Galaktikët humbën 0-1 të hënën në ndeshjen kundër Getafes në mitikun Bernabeu dhe shohin humbjen e 2 radhazi në La Liga, pas dështimit të një javë më parë në transfert kundër Osasunës që përfundojnë me rezultatin 2-1. Skuadra e Alvaro Arbeloas sheh një tjetër zhgënjim, këtë herë para tifozëve të vet në stadium. Supergoli i vetëm që i dha 3 pikë Getafes në derbin e vogël të Madridit u shënua nga Martin Satriano në minutën e 39 të ndeshjes, me një goditje të menjëhershme dërgoi topin në këndin e sipërm të djathtë, duke mposhtur Courtois për 0-1. Ishte një supergol që heshti Santiago Bernabeu, shkruan as. Në fund të dy skuadrat e mbyllën ndeshjen me nga një lojtar më pak, pas daljes me kartona të kuq të Franco Mastantuonos për vendasit dhe Adrian Liso të miqve. Gara për La Ligën mbetet e hapur, por presioni mbi madrilenët po rritet ndjeshëm. E megjithatë, trajneri Realit Arbeloa mbrojti paraqitjen e skuadrës së tij, edhe pse pranoi se madrilenët mund të luajnë më mirë. Ai theksoi se ekipi i tij kishte bërë mjaftueshëm për të marrë 3 pikët. Jo, tani nuk kemi asnjë objektiv tjetër përveç se të fitojmë 36 pikët që mbeten në lojë. Ky është Real Madridi dhe askush nuk dorëzohet këtu. Është indiferent si mendojmë se mund ta ngushtojmë. Nuk mund t'i fajsoj lojtarët e mi për përpjekjet e tyre. Përgjegjësia për përmirësimin e lojës sonë është e imja. Nëse dikush është përgjegjës për humbjen, ai jam unë, është shprehur kështu Arbeloa. Pas raundit të 26 të La Ligës është Barcelona që kryeson renditjen e përgjithshme me 64 pikë, 4 më shumë se Real Madrid ndjekës, ndërsa sot në mbrëmje Barcelona duhet të bëjë të pamundurën të mundur për të përmbysur humbjen 4-0 nga Atletico Madrid në gjysmëfinalen e Copa del Rey. Kemi ardhur në fund, këto ishin lajmet e përgatitura nga Telerevista Sportive dhe kolegët e RTS Sport për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen, shihemi sërish nesër.